Këshilli i Sigurisë së Energjisë i presidentit amerikan Donald Trump planifikon të organizojë një samit në Alaskë në fillim të qershorit. Gjatë kësaj periudhe, administrata Trump shpreson që Japonia dhe Korea e Jugut të njoftojnë angazhimet e tyre për projektin e gazit të lëngshëm në atë zonë. Trump ka lavdruar projektin prej $44 miliard në Alaskë, i cili do të transportonte gaz nga fushat e shpatit verior të shtetit përmes një tubacione për 1300 kilometra për përdorim të brendshëm dhe për ta dërguar te klientët në Azi si gaz i lëngshëm duke anashkaluar kanalin e Panamas. Ndërsa projekti është folur për vite me radhë, progresi ka qenë i kufizuar nga kostoja dhe sasia e punës së nevojshme. Trump, i cili ka shtyrë aleatët të blejnë energji amerikane, ndërsa njëkohësisht kërcënon me tarifa tregtare, i ka kërkuar qeverisë japoneze të mbështesë planin e Alaskës. Muajin e kaluar, kompania shtetërore e energjisë tajvaneze SPS Corp nënshkroi një marrëveshje jo detyruese me kompaninë shtetërore Alaska Gas Line Development për të blerë gaz të lëngshëm dhe për të investuar në projekt. Samiti që po planifikohet nga Këshilli Kombëtar i Dominimit të Energjisë, që synon të maksimizojë prodhimin e naftës dhe gazit, do të zhvillohet rreth datës 2 qershor. Veçmas zyrtar nga Tajlanda, që mund të jenë gjithashtu një konsumatore e gazit të lëngshëm nga Alaska dhe Korea e Jugut, pritet të vizitojnë shtetin për të folur rreth projektit në 2 javët e ardhshme. Ministria e Industrisë në Korenë e Jugut tha se nuk ishte në dijenit e një plani për të shpallur angazhimin e saj dhe se ka ende shumë gjëra që duhen bërë përmes verifikimit të projektit të gazit në Alaskë. Sipas burimeve zyrtare, vendi po dërgon një ekip inspektimeve dhe verifikimet e duhura do të tregojnë vazhdimsinë e diskutimeve.